Në seancën e zhvilluar të martën në gjykatën e posaçme të krimeve të rënda, ish ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu ka reaguar ndaj gjetjeve të ekspertëve të akt ekspertimit tekniku ushtarak lidhur me tragjedinë e Gërdecit. Mediu ka sqaruar se trajtimi i municioneve ka qenë një kompetencë ekskluzive e forcave të armatosura dhe jo i ministrit të Mbrojtjes, duke u shprehur se çdo vendim i qeverisë ka kaluar përmes një urdhri të ministrit të Mbrojtjes dhe me një udhëzim nga shefi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura. Mediu ka argumentuar se shoqëria SAAC, që është e angazhuar në procesin e demontimit të municioneve, nuk është përgjegjëse për demilitarizimin e tyre, një proces që synon neutralizimin dhe eliminimin e rrezikut. Ai theksoi se SAAC-ja kishte dështuar të realizonte demilitarizimin, një mangësi që ishte bërë tashmë e ditur edhe nga kompania. Ish ministri shtoi gjithashtu se forcat e armatosura kishin për detyrë mbikëqyrjen e këtij procesi dhe se zyrtar të lartë të forcave të armatosura kishin vizituar objektin në Gërdec dhe nuk kishin zbatuar detyrimet e përcaktuara me vendimin e Këshillit të Ministrave. Sipas Mediut, kjo paraqet një shkelje të rëndë të përgjegjësive të institucionit të forcave të armatosura. Seanca e radhës do të vijojë për të shqyrtuar këto pretendime dhe për të nxjerrë përfundimet përkatëse mbi përgjegjësit në këtë tragjedi.